Mos i lër qelsat këtu, po të vjedh pasurinë. Përshëndetje të dashur miq dhe miq të energjisë pozitive. Mirë se vini në këtë video të veçantë. Sot do të flasim për diçka aq të thjeshtë, por aq të fuqishme sa qelsat tanë të përditshëm. Po, qelsat. Ata objekte të vogla metalike që i mbajmë çdo ditë në dorë, që hapin dyert e shtëpisë, të makinës, të zyrës, por që sipas parimeve të Feng Shuit janë përçues të fuqishëm të energjisë. Qelsat, si element metalik, përfaqësojnë qartësinë, forcën, mundësitë dhe suksesin. Ata simbolizojnë hapjen e dyerve të reja në jetë, kontrollin mbi fatin ton financiar dhe rrjedhjen e bollëkut. Por, nëse i vendosim gabim, ata mund të krijojnë trazira në rrjedhën e qisë, duke bërë që pasuria të na ikë, fati të na shmanget dhe energjia e familjes të dobësohet. Në këtë video do t'ju tregoj hap pas hapi vendet ku nuk duhet t'i lini kur qelsat, pse kjo është aq e rëndësishme, dhe pastaj vendet ideale ku ata mund të bëhen aleat të vërtet të prosperitetit tuaj. Kjo nuk është thjesht një këshill praktike për organizim shtëpie, është një ritual i qëllimshëm që ju lidh me universin, duke i dërguar sinjal se jeni gati të merrni kontrollin e jetës suaj financiare dhe të ardhmes. Le të fillojmë. Pjesa 1. Vendet ku nuk duhet t'i lini kur qelsat. 1. Mbi pajisje elektronike. Mos i lini kur qelsat mbi televizor, dekoder ose ndonjë pajisje elektronike tjetër. Pse? Sepse këto pajisje lëshojnë fusha elektromagnetike të forta, të cilat krijojnë një lloj trazire energjetike në hapësirë. Në Feng Shui, qija duhet të rrjedhë qetësisht si një lum i pastër. Por kur qelsat metalik, që janë përçues të shkëlqyer të energjisë, vendosen mbi burime elektromagnetike, ata veprojnë si një magnet që tërheq kaosin. Kjo trazir bën që energjia e pasurisë të kërcej jashtë shtëpisë, si monedha që bien nga një xhep me vrim. Imagjinoni, qelsat tuaj po thithin valët e turbullta elektrike dhe po i shpërndajnë në të gjithë shtëpinë, duke penguar rrjedhën natyrale të qisë së bollkut. Rezultati? Mund të ndjeni se parat hyjnë me vështirësi, ose dalin shpejt pa arsye. Për të shmangur këtë, mbajini qelsat larg çdo gjëje që lëshon rrezatim. Kjo është një nga rregullat themelore për të ruajtur harmoninë e elementit metalik me energjinë e shtëpisë. 2. Ngjitur me derën e jashtme. Edhe pse duket shumë praktike, t'i lini qelsat pranë derës së hyrjes që t'i merrni shpejt kur dilni, ky është një gabim i madh në Feng Shui. Dera e jashtme është goja e qisë, vendi ku energjia e re hyn në shtëpi. Kur qelsat janë ngjitur aty, ata veprojnë si një barierë e padukshme që pengon energjinë e freskët të hyjë lirshëm dhe të shpërndahet në të gjitha dhomat. Qelsat simbolizojnë lëvizjen dhe largimin, kështu që pranë derës ata mund të dërgojnë sinjalin se energjia po ikën jashtë, në vend që të qëndrojë brenda për të ushqyer familjen. Mendoni për të si një portë që mbahet gjysmë e mbyllur. Qija e mirë troket, por nuk futet plotësisht. Kjo mund të ndikojë negativisht në fatin tuaj, duke bërë që mundësitë e reja të kalojnë pa u vënë re. Zgjidhja: lëreni derën të pastër dhe të lirë për rrjedhën e energjisë. 3. Në vende shumë të larta, mbi dollap ose rafte të larta. Një vend tjetër i ndaluar është lartësia ekstreme, mbi dollap, rafte të larta ose vende të parritshme. Në Feng Shui, kjo vendosje simbolizon në mënyrë në ndërgjegjeshme se mundësitë tuaja janë të larta dhe të paarritshme. Qelsat përfaqësojnë kontrollin mbi jetën tuaj, hapjen e dyerve të suksesit. Kur i vendosni aq lart sa duhet të ngjiteni me shkallë për t'i marrë, ju po i dërgoni universit mesazhin se pasuria dhe fati janë vështirë për t'u kontrolluar, se suksesi është diçka e largët dhe e mundimshme. Kjo krijon një ndjenjë frustrimi të brendshëm, një ndjenjë se jetën e keni mbi kokë, por jo në duar. Energjia e qisë bëhet e rëndë dhe e ngadalësuar. Mbajini qelsat në nivelin e syve ose më poshtë, që t'i ndjeni si aleat të afërt, jo si diçka të largët. 4. Në njastëk ose në krevat. Kur mos i lini qelsat në njastëk, mbi krevat ose pranë tij gjatë gjumit. Qelsat mbartin energji aktive yang, energji dinamike, lëvizse, metalike, që është e kundërta e energjisë ynë të qetë që nevojitet për pushim të thellë. Gjatë natës, trupi ynë rikarikohet me qi të pastër.
Por prania e qelsave prish këtë qetësi, duke sjell ëndra të trazuara, lodhje kronike dhe ndjenjë ankthi. Imagjinoni sikur po flini me një portë të hapur energjetike që nuk ju lë të relaksoheni plotësisht. Kjo mund të ndikojë edhe në marrëdhëniet familjare dhe në vitalitetin e përgjithshëm. Mbajini qelsat larg zonës së gjumit për të ruajtur harmoninë yin-yang. 5. Afër ose brenda kutive të ilaçeve. Një tjetër vend i rrezikshëm është pranë ilaçeve, në banjë ose në kutinë e ilaçeve. Ilaçet mbartin energji të sëmundjes, të ulët dhe stagnante, energji që përfaqëson dobësi dhe luftë me shëndetin. Qelsat, nga ana tjetër, simbolizojnë suksesin, hapjen e dyrëve të reja dhe bollëkun. Kur këto dy energji përplasen, krijohet një konflikt, suksesi infektohet me energji negative të sëmundjes. Kjo mund të dobësoj fatin tuaj financiar dhe të sjellë pengesa në rritjen personale. Feng Shui na mëson të ndajmë simbolet e forcës nga ato të dobësisë. Mbajini qelsat larg çdo gjëje që lidhet me shëndet të keq. 6. Në dysheme ose nën tavolinë. Mos i lini kur qelsat në dysheme, nën tavolinë ose në vende të ulta dhe të pisë. Dyshemeja grumbullon energji stagnante, pluhur, mbeturina të padukshme energjetike që rrjedhin nga këmbët tona dhe nga jeta e përditshme. Lënia e qelsave aty tregon mungesë respekti ndaj pasurisë dhe vetvetes. Është si të hidhni mundësitë tuaja në tokë, si të thoni se nuk i vlerësoni ato. Qia stagnante bën që paratë të mos rrjedhin, por të qëndrojnë të ulta dhe të mos rriten. Ngrini qelsat nga toka për të ngritur edhe energjinë tuaj financiare. 7. Mbi tavolinën e bukës ose të ndenjes. Tavolina e bukës ose e ndenjes është zemra e familjes, vend grumbullimi, ndarje e ushqimi, bisedash dhe lidhjesh emocionale. Qelsat simbolizojnë lëvizjen, largimin dhe aktivitetin e jashtëm. Kur i vendosni aty, ju po futni energji të largimit në qendrën e unitetit familjar. Kjo mund të çojë në rrjedhje të parave jashtë shtëpisë, në ndarje emocionale ose në ndjenjë se familja po shpërndahet. Mbajini këto vende të pastra për energji harmonike familjare. Pjesa 2. Vendet ideale për t'i mbajtur qelsat. Tani që i dim gabimet, le të kalojmë të zgjidhjet magjike. 1. Në një kuti druri ose tabaka axhami. Vendi ideal është një kuti e bukur prej druri ose një tabaka axhami. Druri simbolizon rritjen, stabilitetin dhe elementin vodë që ushqen bollëkun. Xhami përfaqëson pastërtinë, dritën dhe qartësinë. Vendoseni këtë kuti ose tabaka në një cep të qetë, të ndriçuar mirë, larg rrëmujës. Kjo krijon një tempull të vogël për qelsat tuaj, ku energjia metalike bashkohet me atë të drurit për të tërhequr rritje financiare. 2. Në një sirtar të dedikuar. Një sirtar i pastër vetëm për qelsat është simbol i kontrollit të plot mbi burimet tuaja. Mbajeni atë të organizuar, të pastër dhe pa gjëra të tjera. Çdo herë që e hapni, po afirmoheni se jeni të organizuar në jetë dhe se pasuria juaj është nën kontrollin tuaj. 3. Pranë simboleve të fatit. Vendosini qelsat pranë një bime të shëndetshme si pema e parave, një statuje të Budës që qesh që sjell gëzim dhe bollëk, ose gurve të gjelbër si jade. Këto simbole aktivizojnë energjinë e pasurisë dhe e bëjnë qinë të rrjedhë drejt jush. Shtoni pak dritë të butë ose një qiri të vogël, pas zjarr të hapur për të amplifikuar efektin. Përfundimi. Të dashur miq, ndryshimi i vendit të qelsave nuk është thjesht një rregullim fizik, është një ritual i qëllimshëm që transformon energjinë e shtëpisë suaj. Duke i trajtuar qelsat me respekt si simbole të mundësive dhe suksesit, ju po i dërgoni një sinjal të fuqishëm universit. Unë jam gati të marr përsipër kontrollin e financave, të fatit dhe të së ardhmes time. Provoni këto ndryshime sot dhe vëzhgoni si ndryshon energjia në shtëpinë tuaj brenda disa javëve. Ndani në komente përvojat tuaja, çfarë ndryshimesh keni vënë re. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të pëlqeni, të abonoheni dhe të ndani me miq që duan prosperitet. Faleminderit që ishit këtu. Qoftë energjia juaj e pastër, e bollshme dhe harmonike. Shihemi në videon tjetër. Fat të mirë.